Për presidentin amerikan Donald Trump, kryebashkiaku i zgjedhur i New Yorkut Zohran Mamdani është një komunist. Deklarata u bë gjatë një fjalimi në forumin e biznesit American Business Forum, që u zhvillua në Miami të Floridës. Trump paralajmëroi se New Yorku mund të përballet me vështirësi në drejtimin e Mamdanit. A mbani mend që thash nuk do të kemi kurrë një socialist të zgjedhur në asnjë post në vendin ton? E thoja këtë dikur dhe kisha të drejtë. Ne anashkaluam socialistin dhe vendosëm një komunist në vend të tij. Por siç kam paralajmëruar për shumë vite, kundërshtarët tanë janë të vendosur ta shndërrojnë Amerikën në një Kubë komuniste ose në një Venezuelë socialiste. E shihni çfarë u ndodhi atyre vendeve. 34 vjeçari Zohran Mamdani arriti të fitonte me rezultate historike kundrejt 67 vjeçarit Andrew Cuomo, i cili kandidoi si i pavarur. Zgjedhjet vonë përballë qëndrimet progresive të Mamdanit kundër Cuomos. Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së New Yorkut ka premtuar se vëmendja më e madhe do të jetë tek shtresa punëtore e popullsisë. Pavarësisht mospëlqimit të Trump, Mamdani ka deklaruar se kërcënimet e presidentit janë të pashmangshme, por kjo nuk do ta devijojë atë nga qëllimet për të ulur koston e jetesës.